Shikoni të nderuar miq se po e ndjekim hap pas hapi momenti kur helikopterët po largohen nga qyteti i Krujës, nga lagja Boje. Pra këto ishin uji i fundit që ato kanë hedhur, pra shikojmë do të largohen tani më drejt Tiranës. Pra presim dhe një helikopter të tretë. 2 helikopterat janë larguar, i shikoni, sepse me rënien e natës largohen dhe helikopterat nga terreni. Pra shikojmë, ky është helikopteri i tretë që ka mbetur me ujin e fundit që ka mbledhur në barun për ta çuar drejt të zjarrit, ndërkohë që helikopterët, siç e përmenda, po largohen drejt regjimentit të tyre, drejt Tiranës, drejt Farkës me sa duket. Pra, ky është momenti, është ora diku te 20:00 dhe në këto momente e mbrapa, pra pasi ky ujë të hidhet tani në Krujë, në lagjen Boje, pra tek pyjet që rrethojnë lagjen Boje, ata do largohen drejt Tiranës për të kthyer në orën 6 mëngjesit. Pra, janë orë të cilat nga ora 8 e darkës deri në orën 6 mëngjesit nuk do kemi më helikoptera në qarkullim në qytetin e Krujës, në lagjen Boje, në një nga zonat më problematike, pra fshati Fushmadhe dhe lagja Boje. Pra shikojmë, këto janë momentet ku helikopteri do hedh ujin tek kjo zonë dhe do largohet drejt Tiranës. Pra ky është momenti i fundit i këtij helikopteri për natën e sotme. Ata ky moment të tutje do situata do jetë në dorë të zjarfikseve nga toka, gjithmonë nga toka. Kemi parasysh që është një terren totalisht i vështirë, nuk ka rrugë, janë për makinat e ushtrisë, nuk e di sa të mundur do e kenë zjarfikset për me intervenu dhe me ndërhy brenda në lagje. Problemi më i madh është lagja Boje me banesat dhe qytetarët që janë aty dhe fshati Fushmadhe. Shikoni, është një zonë e konsiderueshme, është hap zjarri në disa momente. Kjo është rruga nacionale Krujë për në lagjen Boje drejt Krujës për të fikur flakë të zjarrit.